Inteligjenca artificiale është në fokusin kryesor të konferencës ndërkombëtare dyditore që ka nisur punimet në Universitetin Luigi Gurakuçi të Shkodrës. Aktiviteti zhvillohet në bashkëpunim me pedagogë dhe studentë nga disa universitete të huaja që synojnë të sjellin një qasje të re në zhvillimin e shkencave humane dhe shoqërore në epokën e teknologjisë së avancuar. Shefja e departamentit të romanistikës, Lindita Kazazi, thekson rëndësinë e këtij bashkëpunimi ndërkombëtar dhe risive që po prezantohen. Përqendrohet në 3 tematika kryesore: gjuhësia, letërsia dhe inteligjenca artificiale. Do të jetë një pikë takimi me studiuesve, jo vetëm shqipfolës, nga treva të ndryshme shqipfolse, por nga Italia, nga Franca dhe vende të tjera frankofone. Në këtë risia e këtij aktiviteti, kësaj konference, është pa diskutim prania e një grupi studentësh francez, të cilët do të sjellin një performancë që lidhet ngushtësisht me praninë e inteligjencës artificiale në jetën tonë, sa ndikon dhe çfarë mund të marrim prej saj. Një grup studentësh dhe pedagogësh nga Franca do të demonstrojnë këtu arritjen e inteligjencës artificiale. Atyre u ka bërë shumë përshtypje fakti që Shqipëria ka tashmë një ministre si vjedhën si produkt i inteligjencës artificiale dhe ndjekin me shumë vëmendje këtë zhvillim. Atëherë mendimin për të trajtuar për të pasur këtë performancë erdhi nga qasja që i keni bërë inteligjencës artificiale duke emëruar një ministre që është nga inteligjenca artificiale. C'est quelque chose Më habitur shumë. Parce que c'est très avant-gardiste. Shumë pararoj, diçka pararoj. Mais je pense aussi qu'on attend de voir ce que ça peut être, parce que ça peut être aussi une évolution très positive, comme pas forcément. Në pritje të shohim se çfarë do të jetë. E shohim me një qasje pozitive, por do shohim në të ardhmen. Et je pense qu'on regarde ça d'un œil très curieux aussi depuis la France. Ne e shohim edhe si një diçka kurioze në Francë. Pjesëmarrësit u përshëndeten nga zëvendës rektoreja e universitetit, Eliana Laçej, e cila vlerësoi si shumë të rëndësishëm qëllimin dhe ndikimin e kësaj konference. Kjo konferencë është një hapësirë të çmuar reflektimi dhe bashkëpunimi. Ajo krijon një forum ku dijet bashkëjetojnë dhe ku inovacioni nuk është vetëm teknologjik, por konceptual, metodologjik dhe human. Risia, siç e thekson edhe titulli i konferencës, nuk vjen vetëm nga zbulimi i gjërave të reja, por dhe nga mënyra se si i rikonceptojmë gjërat që besojmë se i dim tashmë. Ky bashkëpunim është një model për mënyrën se si universitetet mund dhe duhet të punojnë së bashku për të ndërtuar dijen dhe për të përballuar sfidat e përbashkëta. Gjatë 2 ditëve të konferencës do të zhvillohen punime në disa seksione ku do të mbahen 10 rakontime shkencore dhe diskutime për shkëmbime për nevojë ndërmjet pjesëmarrësve.